Ju e dini që muaji tetor është një muaj i rëndësishëm, pikërisht se përfaqëson kauzën e tetorit roz. Sot Trita Hospital ka organizuar një takim me një grup vajzash dhe grash të onkologjiku. Ne jemi sot pranë tyre për të shprehur mbështetjen, solidaritetin ton në këtë luftë dhe sfidë që ato kanë me shëndetin. Por mbi të gjitha, ne jemi për të rritur dhe më tepër sensibilizimin për atë që quhet kontrolli i hershëm. Nëse bëhen kontrollet e hershme, atëherë do kemi më pak gra dhe vajza të sëmura. Më mirë është të parandalosh se sa të kurosh. Kënaqësinë të kemi e them me shumë shpirt doktoresh Lida. Faleminderit nga zemra doktoresh Lida. Faleminderit juve që na dha mundësi, ne nuk jemi vetëm, ne gjithmonë në fund të aktivitetet tona bashkojmë duar për të thënë që ne s'jemi kurrë vetëm dhe ndejmë ato fort lart. Dhe edhe juve goca, të gjithë Trita. Dhe për të thënë që të gjithë së bashku me Ju jeni heroj të vërtet. Mirë, jemi rikthyer nga Spitali Onkologjik pranë QSUT-s dhe jemi shumë të lumtur fakt që në periudhën e tetorit roz, në këtë muaj që përçon një kauzë shumë të rëndësishme, ne ishim së bashku me Trita Hospital për të qëndruar sa më afër pacientëve gra, vajza, të cilat janë duke vuajtur edhe duke përjetuar një moment jo fort këndshëm në jetën e tyre. Unë fakt mund të kisha zgjedhur shumë njerëz për të folur për këtë siklet që janë duke kaluar në jetën e tyre, por mendova të kem në këtë podcast të dytë në bashkëpunim me Trita Hospital mjeken psikiatre Ariol Asina. Ariol, faleminderit shumë që je me mua në këtë podcast. E thash jo pa qëllim zgjodha që të ishim bashkë, sepse përveç gjërave të vështira dhe të rënda që këto zonja, këto gra, këto vajza janë duke kaluar momentalisht, sigurisht që ato përballen edhe me probleme të shëndetit mendor. Kështu që do doja të ta bëja pyetjen shumë thjesht, sa e rëndësishëm është shëndeti mendor tek ta pacient? Tek ta pacient është shumë e rëndësishme shëndeti mendor. Nga statistikat e bora, rreth 30% e këtyre pacientëve i përjetojnë dhe vuajnë nga probleme të depresionit, të ankthit, të pagjumësisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që këta të kenë një mbështetje emocionale, psikologjike, shpirtërore, vetë pacientët me njëri tjetrin, pacientët me familjarët dhe pacienti me të gjithë personeli. Është vështirë më shumë puna juaj me këta pacient specifikisht që vuajnë nga sëmundjet tumorale. Këta pacient janë të vështirë për vetë faktin sepse këta nuk vuajnë, nuk luftojnë vetëm me sëmundjen, por këta luftojnë me jetën. Është shumë e vështirë të bashkëpunosh me një pacient që lufton me jetën, sepse të duhet gjithkohës të japësh shpresë dhe ta nxitësh, të luftoj dhe të shkoj deri në fund kauzës që ai ka. Kauza e tij është jeta, që është gjëja më e shtrenjtë që mund të ketë njeriu. Kjo është shumë e vërtetë. Më përmendë pak familjarët e këtyre pacientëve. Po me ta, a është vështirë, a bëhet më vështirë jeta e tyre dhe a kërkojnë dhe familjarët ndihmë për të qëndruar sa më pranë personit të shtrenjtë të familjes së tyre? Është shumë e vërtetë. Edhe familjarët janë ata që përjetojnë këtë pjesë, sepse duke parë njeriu tënd më të dashur që po vuan, edhe ti fillon dhe bashkohesh me njeriu tënd, me hallin, me probleme, ati pacientin, sepse te ti do duhet gjithkohës ti ta mbështetësh, ti japësh forcë dhe ti japësh shpresë. Dhe familjari ka forcën më të madhe për këtë. Ka dhe përgjegjësi ndoshta. Ka dhe përgjegjësi. Sepse është shumë e rëndësishme dhënia e shpresës tek ta pacient. Sa më shumë shpresë të kenë, aq më shumë luftojnë. Nëse mund të pyes, të paktën me çfarë dhe ti shikon në punën tënde të përditshme, sepse ju ishit me ne në këtë takim që ne bëm me zonja të cilat vuanin kryesisht nga kanceri i gjirit. Kush e vuan më shumë? Pra kush janë më të fortë? Meshkujt, se ne i harrojmë
Po edhe ata i kanë pjesë, mund të ketë nga ata që po vuajnë në këto momente nga këto sëmundje tumorale. Nga ana psikologjike janë më të fortë meshkujt apo femrat, apo nuk ka një ndarje? Edhe kanceri i gjirit edhe meshkujt, po? Prek edhe meshkujt, edhe pse me statistika shumë më pak, por përsëri edhe meshkujt i prek. Përjetimi mendoj se është i njëjtë, sepse nuk është e lehtë i thuash dikujt që ti tashmë je futur një rrugë të vështirë dhe je diagnostikuar me një sëmundje të tillë. Kushdo që të jetë, si femër dhe mashkull, e përjeton sepse jeta është njësoj për të tërë. Por, sa më meshkujt, duke qenë se janë forca e familjes, janë baza e familjes, dhe kur ata diagnostikohen dhe ka një luftë ka të gjatë me sëmundjen, filloj dhe humbasin pak a shumë dhe funksionet e tyre familjare. Nuk jam aq të aftë në punë, nuk jam aq të aftë për të kryer detyrat e tyre siç i kanë pas kryer dikur. Dhe ndoshta kjo është ajo që i rëndon pak më shumë emocionalisht. Një mashkull, po mashkull. Megjithatë, përjetimi emocional dhe mental mendoj se është njësoj sepse jeta është e dhimbshme për të tërë. Jeta është e dhimbshme për të tërë, po tek duket sikur kjo sëmundje nuk po njeh më mosha, pra po preken shumë edhe të rinj. Si është përjetimi i një të riu dhe një njeriu që është, po themi, në moshën e tretë? Është njësoj apo nuk ka balancë edhe në këtë shit? Vërtet, është rritur shumë statistika tek moshat e reja. Edhe përveç se është rritur numri i rasteve të reja me pacient onkologjik, është ulur edhe numri i moshës, që do të thotë ka shumë pacient me mosha të reja. Është shumë e vështirë që këtë diagnostja japësh këtij pacienti dhe familjari, sepse ai është një pacient i ri, në moshë, është aktiv. Kuptoj, mund të ishte në punë, sapo ka nisur jeta. Nisur jetën, ndoshta nuk ka krijuar akoma dhe familjen, ose është duke krijuar familjen, po. Dhe është shumë e rëndë që ta marrë vesh që ai vuan nga një sëmundje e tillë, qoftë dhe bashkëshortja, qoftë dhe familjari, qoftë motra, qoftë vllai. Kurse një pacient që ka një moshë relativisht pak më të madhe, e dhimbshme është edhe për atë, por pak a shumë ciklin e jetës ai e ka kryer. E ka kryer, nuk është më funksional të shkojë në punë të krijojë një familje të re. Ai thjesht do donte të ishte një qetësi dhe të shijonte vitet. Shijonte ato vite. E kuptova. Thjesht do donte të shijonte ato vitet që kishte. A është e vështirë për këta pacient që t'i rikthehen pastaj normalitetit? Këtu besoj futet shëndeti mendor. Këta pacient, duke qenë se pasi e kanë fituar betejën, po flasim për ata që e kanë fituar. Kam pasur një rrugë shumë të gjatë, shumë të lodhshme, edhe fizikisht po edhe emocionalisht, sepse kjo sëmundje ata i kanë ndryshuar në mënyrën e tyre fizike, në mënyrën e tyre të sjelljes, të menduar, sepse kanë qenë të lodhur, të raskapitur, luftë të gjatë. Dhe rikthimi në jetën e tyre të përditshme është pak i mundinshëm, sepse kërkojnë një riambientim, sepse duke qenë se është një sëmundje e gjithëpërfshirëse, këta fillojnë pastaj dhe e ndjejnë veten pak si të përfshirë nga jeta e përgjithshme. Dhe duke qenë se kanë ndjer veten si të përjashtuar nga kjo, u duhet të rifillojnë. Mendon që e kanë ndjer veten? Ka njerëz si paragjykojnë? Po, mendon që paragjykojnë, por pjesa më e madhe mbështeten. E kuptova. Pjesa më e madhe mbështeten, por që edhe mund të paragjykojnë. Edhe mund të paragjykojnë. E vuajnë? E vuajnë. E vuajnë dhe në këtë moment janë ato këshilla që ne bëjmë midis psikologut, dhe kur këto vuajtje na kalojnë në interpretime apo në deluzione, atëherë është edhe roli i psikiatrit, i cili që futet më në detaje dhe arrim pastaj në bashkëpunim me njëri tjetrin ta kalojnë këtë. Si e keni këtë bashkëpunim psikolog psikiatër? Është i rëndësishëm për këta pacient? Psikolog psikiatër është bashkëpunim shumë i rëndësishëm. Këta pacientësh, sidomos në fazat e para të diagnostikimit dhe në fazat e para të kimioterapis, këta për të kalojnë çrregullimet të ankthit, çrregullimet të gjumit, çrregullimet të sjelljes. Dhe brëshëm që i përmenda. Dhe janë këto çrregullime të cilat qoftë familjarin apo qoftë mjekun e bëjnë që ta drejtojë pacientit te psikologu. Psikologu është ai që ka kontaktin e parë me këtë pacient, bën një vlerësim të gjendjes psikologjike të përgjithshme të pacientit,
pacienti dhe nëse ai bëre që diçka është nuk shkon, ka këto interpretimet, ka këto deluzionet e sëmundjes apo dhe këto tentativa për t'i bërë keq vetes nga lodhja e tepërt e sëmundjes dhe humbja e shpresës, atëherë psikologu njoftohet me psikiatrin dhe konsulta e tyre shkon më e kompletuar psikolog, psikiatër. Ariol, dua të bëj, jemi drejt fundit sepse nuk dua që të të mbaj sepse të kemi marrë nga puna. Dhe të falenderoj në fakt shumë për këtë intervistë që po ndajmë së bashku. Dua të pyes. Është më e vështirë për ju të punoni, nëse mund ta them kështu, ose të kujdeseni, është termi më i duhur, për një pacient i cili e ka për herë të parë e merr për herë të parë shokun nga kjo sëmundje, apo për një pacient i cili i rikthehet kjo sëmundje? Si është? Nga ana psikologjike, është mirë rënduar një njerëz që i rikthehet përsëri në të dy rastet është i vështirë, sepse kur pacienti diagnostikohet për të parë, ti duhet t'i japësh një lajm atij që ai ndoshta dhe nuk e ka pritur. Në këtë shok emocional. Për pacientin dhe për familjarin, dhe duhet gjetur mënyra ajtur se si ti duhet t'ia thuash këtë pacientit dhe familjarit. Por edhe nëse ai të rikthehet në një moment të dytë ose sëmundja e rikthehet në një moment të dytë, kjo e rëndon akoma dhe më shumë psikologjinë e pacientit, e bën shumë të rënduar sepse një rikthim atij i ul shpresën për të ecur përpara. I ul shpresën për ta luftuar këtë sëmundje, sepse duke u rikthyer ai mendon se rikthimi nuk u gjet mirë. Kemi pas raste të pacientëve të tillë, të cilët me rikthimin e sëmundjes kanë filluar dhe kanë krijuar dhe shumë interpretime me mendjen e tyre, edhe pse nuk janë të vërteta. Madje arrin të vlerësoj edhe vetë gjendjen e tyre pa patur parasysh pastaj këshillat e mjekut. Thon, po mu rikthye kjo sëmundje dhe unë nuk kam bërë shpëtim. Meqense jemi tek pjesa që sot jetojmë në një botë që informacioni është nga do. Nuk ka rëndësi i saktë i pasakt, por njerëzit e kanë atë tendencën për të kërkuar dhe në Google, ChatGPT-ja tani është duke bërë lamin gjithashtu. Çfarë mesazhi do kishe ti për këta pacient? Do të thënë, a duhet i besojnë çdo gjë që lexojnë? A mund të jenë ata mjekët e vetvetes apo e kanë pa diskutim nevojshëm asistencën e një mjeku? Pacienti duhet të informohet në momentin që ai e merr vesh për sëmundjen e vet, e mira është të ketë një njohuri të përgjithshme për shëndetin e vet, për sëmundjen e vet. Por jo të marrë këtë burim nga informacioni nga interneti. Ai ka mjekun e vet. Mjeku vet do ja sqarojë çdo gjë. Në momentin që pacienti merr informacione nga interneti dhe vjen me një njohuri që nuk ka shumë baza dhe mjekësore, që s'mund të ketë lidhje me gjenetike, mjekësore me sëmundjen e vet, e vështirëson pak edhe punën e mjekut. E vështirëson sepse ai fillon pastaj dhe thot, doktor, unë e kam lexuar në internet dhe nuk është kështu. Dhe kjo ta vështirëson sepse ti ta bën punën dy herë më të vështirë. Do duhet ta komunikosh, ta mbindësh që ajo që ai ka lexuar nuk është informacioni i duhur. Nëse mund të më thuash një rast shumë të suksesshëm dhe një shumë të vështirë që ti të ka mbetur në mendje përgjatë gjithë këtyre viteve në punën tënde. Rastet janë shumë. Sepse çdo pacient është i ndryshëm nga tjetri, është i ndryshëm nga njëri tjetri, sepse të gjithë ne vijmë me një bagazh të ndryshëm të përjetimit të ankthit, të stresit, të depresionit. Nuk e përjetojmë dot të gjithë dhe nuk e reflektojmë të gjithë njësoj. Dikush është më i fortë dhe përjeton më pak, dikush është më i dobët dhe përjeton më shumë dhe ka më shumë nevojë për mbështetje. Prandaj nuk mund të them rast veçantë. Rastet janë të gjitha specifike në mënyrën e vet. Por ajo që është e përbashkëta e saj është mbështetja psikologjike, emocionale dhe shpirtërore që ky pacient të merr nga trekëndshi, nga vetja e vet, nga mjeku dhe psikologu. Po një këshill besoj mund të ma japësh për të gjithë ata që janë duke të dëgjuar në këtë moment, sepse e kanë të nevojshme. Po. Pacienti onkologjik është një pacient që për momentin është në luftë me jetën. Është në luftë me jetën, por lufta nuk bëhet vetëm. Lufta bëhet me mjekun, me familjarin dhe me veten e vet. Prandaj luftoni për të çuar shëndetin tuaj deri në fund. Sepse është gjëja më e shtrenjtë që ka njeriu.
Kjo është shumë e vërtetë në fakt dhe besoj që me këtë mesazh nuk ka nevojë të them unë fjalë më shumë. Ariol, falenderoj edhe një herë dhe do takohemi në podcastin e radhës.